Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Ardit Bido, u ndal në një takim elektoral me banorët e Sinan Ballacit. Ky zonë sipas Bidos është zemra e Partisë Socialiste për shkak të sasisë votave. Kandidati socialist theksoi se Delvina ka nevojë për veten e vet dhe për përfaqësim në parlament. Ai tha se Delvina nuk do njerëz që punojnë në dëm të saj e për interesat e tyre. Sinan Ballaci është zemra e Partisë Socialiste, se themi këtë në shumë vende, po zemra elektorale në kuptimin e sasisë së votave është këtu. Kështu që jam i sigurt që do t'i japi përgjigje në këto zgjedhje. Delvina ka nevojë për veten e vet. Delvina ka nevojë për përfaqësim në parlament, nuk ka nevojë që të mbaj 1, 2, 3 persona, të cilët mbaj një klik të mbyllur këtu, thjesht dhe vetëm për interesat e tyre në dëm të Delvinës. Dhe prandaj, unë flas troç. Kandidati socialist Bido kërkoi mbështetjen e banorëve të Sinan Ballacit për Partinë Socialiste për numrin 3, por edhe për emrin e tij. Ai u tha banorëve se do të jetë gjithmonë pranë tyre në çdo kohë dhe në çdo moment. Unë kërkoj mbështetjen tuaj. Kërkoj mbështetjen tuaj me zemër për numrin 5 për Partinë Socialiste dhe siç vi me zemër dhe vi çdo muaj. Në ndryshim nga tjerët që s'vin kurrë, kërkoj edhe kryqin në emrin tim.